Mbrëmje të bukur për ju miqt të dashur. Duke shpresuar se keni kaluar një javë të qetë, ju urojmë një mbrëmje të këndshme në programin tonë. Ne vazhdojmë me emisionet tona si çdo javë dhe sot më datën 12 prill 2025 kemi programin Frymëzimi jetënisime me art dhe letërsi. I ftuar në intervistën e javës është zoti Pjetër Gjok Marku, pajtimtar dhe shkrimtar nga Lezhë. Kryetar i pajtimit për qarkun Lezhë dhe zëvendës kryetar për komitetin e pajtimit mbar kombëtar. Si zakonisht nga studioja në Lezhë na vije zonja Prenda Sejdia. Zonja Prenda, mirë mbrëma dhe mirë se vjen në emisionin e sonte. Mirë mbrëma zoti Gzim, mirë mbrëma të dashur dëgjues kudo që jeni në valët e radios Sibila TV-ju. Ju falenderojmë vërtet që jeni gjithmonë me ne. Uroj që kjo javë që sapo shkoi që ketë kaluar bukur, edhe kjo fundjavë për ju qoftë e mrekullueshme. Besoj që sot do kalojmë çaste të këndshme me një shkrimtar, me një misionar, i cili gjatë gjithë jetës tij deri në ditët e sotme i ka dhënë shumë Lezhës, shoqërisë, por jo vetëm. Unë mund të them me plot gojën se i ka dhënë shoqërisë mbar shqiptare. Dhe me ne sonte në panel miku ju i nderuar Pjetër Marku. Pjetër, mirë mbrëma dhe mirë se vini. Mirë se vini, zoti Pjetër. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë si fillim për të tensionuar pak edhe emocionet, ju përshëndes me një këngë, Ron Mirdi X3 Kapedak. Faleminderit.
kemi thënë gjithmonë, në valët e Radio Civila të Veriut kemi veç se promovime. E para se të nisë të flasë për gjithë shka që ka për të na thënë sonte i ftuar i kësaj mbrëmje, unë dua të sjell ca vargje këngë të cilat mjeshtri i madh Arben Kola i ka shkruar për Pjetër Markun. Pra, i bie që të promovohen që të dy, apo jo? Këngë për Pjetër Gjokën. Ai ka shnjet, sot është krenar, se ka një pajtimtar, natë në hije është fisipar, e për pajtim është kryetar. Pjetër Gjoka burr me nën, me i peshu fjala në kuvend, me i peshu e besa burnia në ball të gjakut të bujaria. Pajton gjaqet ull kam kryq, edhe të parët babe gjysh, shumë familje i ka pajtu, kalojnë shekujt, s'kem me i haru. Me bamire kontra dit, rezatojnë paqen mirit. Çdo konflikt e çdo ngatres, pajton tjetri pa përdes. Fjallën dysh kërkush t'ja ban. Kësaj familje me ta ban, pash si dielli kur shtrit tokën, shtrit burnia për Pjetër Gjokën. Të gjithë vlerat s'mund t'ja shkrush. Na lun rrugë e pyet kap dush, ku ka linë dhe ku është rrit, bodhi mirë është në mirdit. Edhe sot në rrugë ba me pa, atë fizik si shkam kala, zemrën bardh si vala detit krenari, e ton ka shnjefit. Antar këshilli u zot 3 herë, vota ti gjithmonë në vlerë. E votuan të gjithë një heri, si me qenë qytetar veri. Këto janë vargjet që ka struar që tash edhe një herë, mjeshtri madh miku juni përbashkët Arben Kola. Dhe falenderojmë vërtet për emocionin që na i ka. Falenderojmë edhe ne nga ana jonë. Zoti Pjetër, edhe një herë mirë se keni ardhur në emisionin tonë dhe do të fillojmë me pyetjen e parë. Përshëndetje nga Zvicra. Faleminderit që keni pranuar ftesën për më ardhe uroj të jeni kështu vital gjithmonë si gjithherë. Miq të nderuar, ne me Pjetër Gjokën njihemi që herët dhe kam mike dhe kështu në shoqërinë time dhe sigurisht se kjo njohje ka bërë që neve dhe të japim atë akun tonë që të paktën ta kemi në studio dhe të na fletë edhe diçka dhaj. Edhe një herë mirëmbrëma dhe për dëgjuesit tanë dhe shikuesit e këtyre signaleve audio dhe vizuale, kush është Pjetër Gjoka dhe eksperjenca ati jetësore? Faleminderit edhe një herë tjetër për ftesën që më bët. Të falenderoj shumë zoti profesor Agjerej. Faleminderit. Dhe simpatia ime e lezhës, e mërditës për ju e barkomi shqiptar të thoja është shumë e madhe. Faleminderit shumë. Si shkrimtar, si poet, si burri i kombit mbar shqiptar. Dhe faleminderit zotit që të kemi, që të ka kombi. Faleminderit, respekt. Dhe për burra të tillë ka nevojë gjithmonë kombi shqiptar. Gjithashtu përshëndes zonin Sedia, Prana Sedia. Prana Sedia është një grua kreshnike, i thomin e mërditoret, një grua është në lartësin e pa mohueshme dhe në shumë lezhës që ka dhënë shumë krahinave të Bokës, Mërturit, Kosovës, Barkovi shqiptar, një poet e dhjetra librave e poezive, është një grua palotë, është një grua që ka një respekt të jashtëzakonshëm në fotografina, ma të mirë kjo, edhe kjo me gëzën, që kam në krah një kolege, një pështetëse,
është antare e kryetësisë së misionit pajtimit bashkëkombëtar Prena, si përfaqësuese e fisit Haxhit, dhe është një grup me kontribut të qartë, edhe në fushën e pajtimit. Pra ne duhet falenderoj dhe Prenën një konstitucionisht. Unë, zotja Igeraj dhe zonja Prenu, në kam filluar të mision. E kam filluar para 25 vitesh, kur isha i ri, thuajse i ri. Dhe në kuvendin që u bë këtu në Lezhë, për të bërë zgjedhjet, në zgjodhen kryetarët të pajtimit bashkëkombëtar për Lezhën. Më pas 10 vjetësh, jam zgjedhur edhe zëvendës kryetari i përgjithshëm i misionit bashkëkombëtar. Vetë fjala mision i pajtimit bashkëkombëtar do të thotë që përfshin e gjithë kombin shqiptar, edhe Kosovën, edhe Maqedoninë, edhe Molinezi, dhe kudo që ka shqiptar. Ne kemi strukturat tona, kemi njerëzit tonë, disi të shpërndarë dhe përhapur në gjithë hapësirën bashkëkombëtare. Pra nuk i përkasin vetëm Shqipërisë, apo vetëm Kosovës, bashkëkombit shqiptar. Dhe kjo është vërtet mision, vetë fjala mision, koncepti i fjalës. Misioni është diçka e madhe dhe ne e vlerësojmë. Ne e vlerësojmë shumë sepse na kanë ngarkuar dhe e kemi marrë përsipër. Që ta josifikojmë si duhet. Dhe çdo komp, edhe kompi shqiptar, ka patur nevojë dhe ka nevojë për këtë mision. Gjithë botën ka praktika të tilla, sepse zhvillimet e ndryshme e bëjnë të mundur, të pamundur. Pajtime, pa patur pajtime, bëjmë edhe, po nuk ju punojmë me projekte, jemi organizatë jo fitim pronëse, tërësisht komande, jo qeverinare, kuptohet, dhe punojmë me njëtë në Zotin edhe duke e vlerësuar misionin, si që thash, që a kanë ngarkuar dhe ja kemi ngarkuar vetës. Dhe Lezhë ka 25 misionarë, ndërkohë është edhe Prena, antare e kryetësisë i misionit, edhe aty kemi zonjat nderuara si Prena, shkrimtare, poete, figurat të njohura, kemi mjeke, mësuesve, fushave të ndryshme, po kemi edhe misionarë të tjerë pastaj nga gjitha në plotësuar gjeografinë e qarkut të Lezhës, kemi figura mjaft të mira të shpërndara në mënyrë kapilare në të gjithë zonën e qarkut të Lezhës. Misioni i qarkut është parandalimi i konfliktit. Ka të bëjë shumë. Ne shqiptarët jemi aktiv, shuhur për te. Aty në shkallë, aty në lagje, aty me komshin, kur një gjënë një korit, kur një instantë në rritur, shkojnë në rrinë dikush, përsima. Në rrëhet që i thojmë ne për të hedhur një tasuj, aty ku fëllët nizët e shkëndizjarë. Hidhe i tasuj, sa mundësh. Dhe i prej aty fëllat. Bëjmë punë për analuse, se dhe në duhet që të reni pas pasojave, nuk e lënë në një anë punën për analuse. Tani, dy fjallë dhe shalë klasë për kanunin e legë të gazhinit. Zoti Pjetër, kur kanë qënë ndash edhe gjatë vargjeve, që ju edhe baba e baba gjyshi kanë qënë misionar, pra pajtimtar. Por, kur kanë qënë fillimit tuja, e thatë pak më parë, por si kanë funksionuar pra të e përsot? Plas, ndoshta dhe duke përfshi dhe brezat, sepse në rast se nuk kanë qënë familja juaj, pak vështirë ka qënë që ju të kishit triumfuar në këtë formë. Pra do donim që bazat jetë pak më e gjeri të jesë. Edhe kjo besoj që shërbet brezave. Faleminderit për pyetjen. Sigurisht, pa një trashëgimi nga të partë
pandemi, nuk mund ta kisha të pasion, sikur sa e kam parë në gjithkohës për të çështje. Trashëgimia agent e ka patur shishi, ka qenë pajtimtar, njëri i beson të gjithë zona, për dërzan, për demar, për në mjetës, për plaki familjeve, që në kohët e vetë, ka që shumë besnik, shumë i drejt, dhe i besonin gjithë në hija. Baba ka shku pak ma përtej. Baba ka punuar në institucionet shtetërore, ka qenë intelektual, ka punuar në Komitetin Ekzekutiv në sektorin e financës, ish Komitetin Ekzekutiv të ish rendit kaluar, o kohës komunizmit, por që ka ruajtur një respekt të jashtëzakonshëm me gjithë qarkun e lirisë, se ai kishte empati, duke bërë detyrën si financiar i asaj kohe. Dhe a marrë njëkohësisht, duke qenë i terrenit, ka njohur dhe problematikën shumë mirë. Ka njohur dhe temperamentin, ka njohur dhe ndryshimin e kulturave, adeteve, nga një zonë tjetër. Dhe e ka pas që të ka shumë të tane, baba. Sigurisht, unë duhet t'jem si baba, duhet mundë mirë pak të si aj, po nuk ja arri, aj ka qenë shumë lakë. Po dhe unë përpiqem dhe gjithë forcët e mia, që ta justifikoj. Zoti Gzim? Po, gjithsesi, her pas here, si që duket, kemi pengesa në linjen dhe kërkojmë falje për këtë, po e shosim nga njerë linja, po nga dalsohet nga ndej dhe shpresojmë që edhe dëgjuesit tanë na mirë kuptojnë. Zoti Pjetër, kush kanë qenë figurat më të larta që ju keni bashkëpunuar me ta në misionin tuaj? Po, faleminderit. Ne kemi shfrytzuar, i kemi aktivizuar në misionin tonë, në statut e kemi, fiset, njështë e fisë, njështë që ka një genë. Dhe kjo në ka dhënë rezultat. Ku ka qenë, i thonë, Zoti Gzim ka për qenë. Sigurisht. Duke marrë nga përfisje, baraktarësh, vojvodash, që kemi qenë të përditorët. Se vojvoda ka qenë i zoti shtëpis, baraktari ka qenë komandanti i luftës. Barakut. Ishte për luftën, në shku, edhe erë baraku dhe marrë baraku. Ndërsa i zoti shtëpis ishte vojvoda. Vojvoda ishte derë, ishte gent, nuk zhjithë taj. Ndërsa baraktari mund të lëvizet, në varësi të zhvillimeve, edhe kur vëjtët baraktari bilash një aksion që ose be baraktari i luftë, kush ka flamurin që pat baraktari i pari, pa baraktari. Në frontin e luftës, po qëve. Pra, baraktari ka qenë i fiktisë, për shkak të aftësive të tija në kohë, kur është në aftësi të ndryshme, në kohë të ndryshme, edhe ka lëviz. Nuk ka qenë derë e caktuar baraktari. Baraktari është gjithë. Me jafti, me forti, me njëkuari, e tjera. Dhe këto i kemi dhe i kemi aktivizu këto fiset e para, edhe njerëzit e artit dhe kulturës, të historisë. Dhe Mirdita ka lënë një trashëgi të madhe, Kleri Katolik, ka vepruar shumë Mirdita në Zadrim. Zadrim është afër Mirditës, këtu ku jemi lesh, dhe kanë pas kulturë të jashtë, shumë të jashtë. Kanë figuruar një pjesë që linjës, jo vetëm kombëtare, por dhe europiane më thoshe, figurat të tilla, të mëdha, që s'poj përmend sepse njihen nga të gjithë. Dhe ka vepru kjo kulturë, ta njerëz ka vepru në zonën e Mirditës më shumë se askuj tjetër. Edhe Kleri bashkë me to. Ndërsa bashkëpunimi ose ne flasim për bashkëpunim, ne domosdoshmë kemi
aleat strategjik, kemi aleat bashkëpunues me ta dhe kemi rezultate shumë të mira. Për shembull, me organet e rendit. Shkëmbejmë informacion. E përshëndim më shumë i ushqimta me informacion, se sa të mundësia ka të ushqim me informacion. Marrim më shumë në misionare. Se ne na i thonë njerëzit, problemet, e shteti rezervoni që nuk shkojnë fort kumaj. Edhe kena pas një aleancë, një përshpunim shumë pirë me organet e rendit, me gjithë se në thajnë shashtë e drejta, organet e rendit në Shqipëri me gjithë përmisimet e bëra, lanë shumë për të shruar, në ana formimit profesional, në ana strukturimit si duhet të ashta, dhe për nga nivelin në të cilën ndodhen edhe për shkak të trajtimit pagat dhe të ekonomisë se çfarë tjetër, mbështetjes. Por nuk është në cilë e duhur që institucionet, kemi shumë vende. Pa diskutuar këtu, organet e drejtësisë kanë qapetar në Shqipëri, por me ardhen e demokracisë, dhe sidomos tani në proceset e vitimit, Shqipëria është bëni punë shumë. Është rritë kultura e ndëshkueshmërisë ndaj figurave të larta, që ishin pa ndëshkueshëm, ishte pa mundur, tani jo ka rënë pak në si tabu, dhe ka një përshishmëri të popullit, të opinionit për këtë strukturë. Edhe kjo sigurisht ka problemet e veta, sepse është një strukturë e re, strukturë mund të qëmë pak si edhe eksperiment edhe për te Shqipërisë, në rang marë kombëtare, në rang botëror ashtu. Dhe ka problemet e veta. Por edhe mbështetjen që janë puna përmimore, Amerika, Bashkimi Evropian, i vetë ti misioni edhe a përpik të apoj, sepse këtu shtetë nuk rrinë. Shtetë asë ndarë bundim për të. Dhe kjo pjesë ka qenë pjesa më vështirë që kemi ne. Po edhe për këtë rast në bashkëpunim përsëri kemi rezultate të mira. Edhe me rezultate të tjera jo qeveritare, përsëri me mediat, që shteti tjetër në atë bashkëpunojmë. Megjithëse edhe mediat të rendin pas politikës më shumë jo kemi problem që po diskutojmë. Zoti Pjetër, sa është gjeografia e pajtimit? Pra sa është shtrime kjo që po na shqiptare. Përveç qarkun e Lezhës, që për qarkun e Lezhës e di që ke qenë i paloshni, din çdo me detaje çdo lloj informacioni sa i përket pajtimeve, po për sa është gjeografia? Gjeografia problematike me probleme më të mëdha është qarku i Shkodrës dhe i Koksit. Që në një krahë, që është policia madhe, Shkodra vetë edhe krahinat e Dukagjinit. Dhe shumë problematike krahinat e Tërpojës. Atje ka vrasje pa fund, që e vrau të vazhdo të këtu prapë. Dhe edhe së në kësaj dite, në këto krahina, kemi fëmijë bujor. Që është absurd, shumë absurd. Të se ko asë kanoni, në fëmijë nuk ka qenë bujor. Fëmija dhe gratë, kanoni i ka preshtuar në ujë, edhe në kohën më të keqe, po biton. Tani, u janë shpiti, shlebë, dhe këto i kemi, thash në këto të ishashë. Po dhe qarku Tiranës. Qarku Tiranës për shkak të vizitës policisë, që kanë rrë atje më shumë, jo sepse kanë po ka konflikte si krahin për para se me në vizit etnografike më shumicë. Aty kanë rrë të shlejnë. Edhe kur ndodhë gjama, shkojnë në shlejnë. Ai që ka të tuar, që nga vrarë, edhe ai që ka të tuar. Pa ditë që për njëri tjetër se shkojnë të Tiranë. Këna ndodhë dhe ndërë. Se dhe lirës kemi shumë bujuar, dhe si kemi gjithë të si qytet. Edhe madje edhe jo si vetë, madje edhe jo si qatë. Dhe kemi të alë mazurët që në një zona verilit tore.
Lirë. E na vinë se është opinion është e qetë, është opinion dhe e drejtë është. Edhe na vinë si ma mirë, edhe për të fshehur ai që është i ngujuar, po dhe kirë dëmtuar. Nga halli që i ka ra, ka humbur një prind, ka humbur vllain, ka humbur burrin, gruan, fëmijët, vinë në Lezhë, edhe na panë për qëllim, na panë të vija nga kategoritë të Lezhë. Pa ditur ata se kanë vetë Lezhë. Kjo vjen kështu pa për inersi, do të vjen në iniciativë për të mësyrë Lezhë dhe për mësyrë një vend me hikë për janë ku ka një gjama, e vinë e ndodhin to. Por ne gjithsesi na metën tjeve të ndojmë, edhe i trajtojmë ashtu si duhet me asistentë herë, ku janë, si janë, ku ndodhen. Sa mund në me ndiku ke organet e pushtetit lokalit. Në Lezhë, për shembull, duhet të veçoj Veshpas. Nuk kam shef shumë mirë të zyrtarët, se duke është inferior kësaj, por drejtari i Bashkisë së Lezhës është i rrallë. Bravo i qoftë. Sa herë kemi trajtu problemin për familjet që janë në gjak, për asistencë, për të asistuar dhe me ndajnim, për përkrahje sociale, për strehim, për një probleme që kanë një probleme ata, ai ka qenë në sinjë, ai ka bashkëpunuar dhe ka kontribuar direkt. Ka ndaluar shumë drejtar bashkisë. Nuk them se s'kan qenë edhe ata, shumica prej tyre të shtoj marrë me emra. Ka qenë zoti Tusha, shumë Vitor Tusha. Njëri shumë human e dhaj. Po pirin ndau, e ka ngen të pjesë. Ndoshta Pirini ka qenë edhe më i gatshëm për shkak se ai strukturat e policisë shtetërore dhe të hetimit i njeh shumë mirë dhe ka qenë ndoshta më primare për të gjetë pranë këtyre shtresave në nevojë. Mendoj. Gjithsesi në bashkëpunimin e kemi në program, e kemi në statut, po e kemi edhe në praktikë. Dhe bashkëpunimi pa bashkëpunim nuk pat asnjë punë. Punë bëhen në ekip, punë bëhen në bashkëpunim. Nuk pat asgjë pa bashkëpunim. Lodhë shkon se. Do të them që atë kërkush i vetëm. Po, gjithsesi, ne po flasim për çështjet kanonore dhe në rreth kësaj unë do të shtroj edhe një pyetje. Si u prit apo sa u mirëprit kodi i maleve në periudhën e fillimit të demokracisë në Shqipëri dhe ç'është kanuni në vetvete? Po, në kohën e diktaturës, kanuni pushojske, kemi realistë, a ishte shtet totalitar, sigurisht, po shtet me ligjet forta. Kishte në një vrasje shumë sporadike për Japonin, nuk kishte. Edhe vrasje tjera nuk kishte krimi. Ligjet e një shteti diktatorial. Ha diskutim bon, po e pranoj. Por ama, në këtë fush nuk kishte. Me ardhin e demokracisë, jo sepse e dërzesoj ai sistem popullin që po s'ketë, po ja boni si gjë tjetër, ja boni me formë prem, ligje, me forcë. Jo sepse po t'ja një ndërgjësim, nuk ishte kjo, arsyeja. Nërsa me ardhin e demokracisë të ishe punë. Me ardhin e demokracisë, mungesa për vojës. Unë do të thosha, i dashur Gëzim dhe i dashur Apren, ju e dini ma mirë se unë, por ne po ta shohim historinë, jemi nga 100 vite, që qeverisin shqiptarë, kombi shqiptarë. Mërë të zogu të këtë unë për desha dhe që në bëllë, dhe dhe në mësatë. Po dhe Kosovë për. Po kuj kemi 1900 vite tjera që shqevi qeverisë, kush në ka qeverisë? Që të thotë, kemi një munges për vojët të kësuar në shtetë formimit. Shkimi koncept në shtetë formimit, akoma, ashtarë shtetë formimit. Dhe për pasipori kemi institucioni shumë brishta, se shteti me pojnë institucioni. Nuk e parmi për sa. Demokracia jo. Të pojnë institucioni dhe ligjit.
për timi institucionit. Ne kemi shumë probleme. Duke qenë i përshlet, në arën e demokracisë, komuniteti, njerëzit, që ju, pitja ju e shumë e drejtë, faleminderit për pitjen, do të gjinde një hapësirë. Si do ta trajtojnë të problemin? Ku do të shprehësh? Kush të fundit, ku do të kitë edhe për Zot? Edhe ju thejë një herë të drejtave kanonore dhe vetë komuniteti për mungesë të ligjit të shtetit ligjor, dhe zbatimit ligjit, në ligje kemi, po dhe mos zbatimit ligjit, u detru me hi kanoni. Unë nuk jam dakord me këte, kjo është një prapëmbetje, kanoni nuk ka përse. Ne jemi për shtetin e drejtës. Ai kanoni ka 6 shepe për shumë që është bërë. Tani mund të bëjmë ne, mund të heqim pas kanonit, tani është absurd. Është absurd, jemi në shepullin e rreteve sociale, zhvillimin barë botërore, kubi shqiptarë, nuk i përgjigjet zhvillimit, po për mungesë, për vakum, u fut në fillimet e demokracisë. Kjo pjesë u vend të uzbe në forcimin e shtetit, por prapë se prapë e kërkojnë vetë komuniteti. E tu zgjidhen ti me thot për një pronë, ti thotë të mbasë komunitet. Po si shkohet mërvi për vjetë një kanonit të shisa i gëtë. Ka qenë tjera kushte, ka qenë nga evolu, jeta, koha, puna, nuk ka zgjidhe tjetër. Dhe shumë gjane kemi rrugën pas kanonit, jo sepse e dua kanonit, që ta marrim me ta vend në të shëndovalit, por si të mëzdëshmëri që e të thënë vetë komuniteti për problemit që ka. Prit e kanë shumë. Dhe në shumë rrasë janë nashur, që në fundit i ka, që a gjane ka shumë aktuale në sëtë kanonit. Kanoni lektugashinit, ju e dini më mirë se unë e di shumë më lartë, që kanë fëllë shumë djetarë, shumë shkencëtarë dhe pranët botërorë. E kanë vërsuar shumë lartë. Por një nërto, lërësime për qujë, është qujtur kushtetuta, po qujë, ma demokratike në Europë. Pse? Arsia parë është kjo, se apo pandikimin e shtetit, pa durin e shtetit, për e qujtë demokratike. Ashtë mirë nga tajeve, nga doket, nga zakonet, nga folklori, nga tradita, e tjera, dhe është sistemu, dhe apo nga vetë nga komuniteti, për e qujtë demokratike. Ashtë ashtë i rallë bëtë. E me gjithate, unë nështë të dalim pak e kanoni, dhe unë e shofë sëtë, në këto kushtesh, pak te kalun kohën, nëse kemi mundësi të dalim. Gjithsesi do vije pyetja tjetër e radhës në siguri. Në cilat lenet kanunit keni hasë më shumë vështirësi dhe sa e mbrojtur ka qenë gruaja me kanun? Kanuni lektugashinit, fletë shumë, ka njene, paragrafet të ta, të saksumë njën, por, nëse fundet ka ato që mund të shikojnë sot, se sa është kam ato rezervat e mija, është edhe dhe kjo pjesë. Sepse në rast të 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 njime është familë, është për gjithë punë të pëndruja. Të bëshqis, të implektëris, mikpritjen, shtekun, pazarin, se burrat janë gujumë. Pra, e në... Ose në gujumë, ose në malë duke luftu, kaçak. E gënë lartë njërën e grus nga një anë, nga tjetë anë, i më hadë nësat. Për shemë, gruaja thot me kanon, nuk ka drejt me marë për plak me qipu. Nuk zi kanon, nuk ditë, së parë. Nuk ka drejt me qenë në listën e betarën, po t'ishën 2-3 betarën, me marri gru, me thot betarën, ja si nishë, me po bëjë gruja, ja. Gruja s'ka tagën, si ka burri tagën. A shak me baj, të diko. Ishëm për punë të shpis, më rritë shpin, edhe me ordu si slavët. E të drejtim kanuni,
Për kohën e vetë nuk e di kontekstin, ka shumë vite, që jam marrë kjo pjesë, me thënë pra atëherë, po si në mos nësh, duhet pa mirë dhe just, dhe nuk jo kështu, si shka që në atëherë. Edhe ne po përpishemi. Mendoj që në atë kohë pjetës i bëjmë pak bashkë bisedim një 2 minutë. Po? Për shkak se pasurit kanë qenë vogla ose të palujshme, siç ka qenë toka shtëpia. Në qoftë se grusi ju ka dhënë pjesa e shtëpisë, por që se është nda me të shoqin, ajo s'ka pas në sjell vllaznin aty, sepse kanuni nuk thash për te, por për sa i takon asaj onës ekonomike, po tekin edhe pak. nuk është se nuk gruaja nga ana ekonomike, se në rast nuk janë dhënë drejtë. po nuk është se nuk s'kan pas çfarë mendo më shumë se aq. Nga të shika ka qenë. Sot i takoj njëri të lotë, takoj një shraveca topa, të me dalë. Por, unë jam prapë për këta pozicionës vetë atëherë. Mora të shita për pak, pa pas pak, u ka pas pak ma shumë. Në që në vetë. Edhe të shuje me dignitet ke burë. Martohet me burë. Në të kohë nështë nuk është ndjekë, sepse kanë qenë për të gjitha njësoj. Prandaj nuk është ndjesje vakum kjo pjesë. Jo, nuk është ndjerë, sigurisht, nuk është ndjerë. Shka që mundësia mund ndjerë më shumë, për s'ka pitë kush, nëse është njërë si ka pitë njëri, është taksative. Po, tash, e tërpunë, nuk është kjo, po thëmi. Po, gruja ka vlera. Ka shumë vlera. Edhe të pajtimin e gjashit, edhe në fillimin e barë shëqërisë, po dhe të postë të drejtuse. Gjatë jenë shumë më të zonja, jenë shumë më të përshënura, jenë shumë më të pakurura. është vërtet kjo. Nga vështrimi që kam po në stim për të punë. Po amo e konstatoj. Pra një roli i grusë është njësoj. Faleminderit, zoti Tim. Unë do dalë të një çështje tjetër, të kulti i vesës, pra. Sa pesh jep kanuni dhe pse leqitet një familje në Katund pra kur ndodh kjo? Kur ndodh kjo, çfarë duhet bërë një familje për t'u leqit? Kush i prim e kush vendos dhe çfarë është leqitja për ta kuptuar brezat e rinj që sot e kësaj dite më veç kanë filluar mos të dinë për këtë çështje? Institucioni i besës, historikisht, në zonat e Veriut, por edhe në Shqipëri, tërsi, është një nga institucionet shumë të rëndësishme të jetës lirit. Do thot kush, pse është kjo besa, pse po besa i lep, besa i kërkohet për besin? Po s'ta ka për besa. Si kërkohet për besa? Kur t'jam besa, atëherë, bëraj. Po pse kërkohet besa? Po kërkohet për besa. Besa është në vetësim. Besa është pa vendonje, pajtimin qoftën për kohë shumë, mes familjeve nuk mund bashkë as japë, një pashën për kohë shumë, një muj, atëherë mund të fundesh edhe të vëllashme, e ke hapi dritë. Dhe besa ka që të qujtë në institucion i shenjë. Bes premi, kanuni lek nuk e gjimit nuk e fakaj. Gjithçka kërkon kanun ta falish, gjaku me vllajt. Po, ka diskutim. E kërkon kanun. Gjaku me babs, gjaku me djalit, ta falish. Të be lor ta falish. Nërsa, kanuni tot për bespremi jo, bespremi nuk fal. Pra kanuni to është taksativ dhe është e mirë. Bespremi është njeriu vëshëm i vërtet. Si ka mundësi? Ne besën e mpret besë. Kur ka ndodhë kjo në i rast sporadik, ka ndodhë atëhere, që kanë prej besë, ose ka ndodhë, në zonën time. Ka më një dita e familje, që kanë prej besë, të qënë me të zanë. Mirë, po kjo nuk është një institucion i vjetë kjo besa, në zonja prejnë, po është një që aplikot në sëtë, në bodën në zhulluar. Për këto kredit, a ka garantus. A garanton dikush me marrë një kredi, që ka prona. Po të rëzanë është. Se ka nuk i thotë të rëzanë. Pero, është aplikun, gjitha kohë, e aplikot në shumë një formë tjetër.
Ka që të bëmë me tërzon, mërë të pjesën, 2 vjetë tërzon që ti nuk e vrem për një vit pjesë, po që. Po që se ti ngrish e vrem të personë, që i ka dhe një vit pjesë, me këtë ti, i ka thënë të ishilë së i minë tërzon, jetë bestor, nuk ka së gjere prima, ato ti tërzon kanë për mërë njeri, jak pa nuk në për kanon. Fotën kënderi kryt preve të besë, shkiva nuk. Edhe katolik ka dënu, mërë ka djep katolisht një herë, a herë, ka qanë kjo. Ma vëllë për prej katolik, të ka prej penë, të ka leshit, që për mend dhe ju shumë kumësim, dhe ka pas sanksione shumë fortë. Besa është e pa një koqushë, nuk e prek kanoni, pra, gjithë që atë rëmullohet, besa nuk e prek kanoni. Ajo latë në të të përgjështë, me marmiko. Mirë po shanon. E shto ti tërzon që i të tërzon, i kanë përshëtisi a prem pjesë të pime. E vërtet ka loj gjakë, ja ka vë për gjakë, po jo ka prej ty të këtu. Shanon të ti së bashku, kanë për të ngrit me vrate, se në preve në besë. Jo kërkon kjo. Jam preve në besë në në në, në bëne mu shenë. Edhe kom shku me e vrate. U ta vrasi, ben gjakë. Prap kanoni, thot merë njerin, thot në ben gjakë. Ven njerin e të ullë, njerin e në përkambur, ja ka për e ngu i huj, por a mo ben gjakë, kom gjakë, sa e furt është. Po, të raste janë sigurisht sporadike, kanë do, në kohë në ishme, shumë ma heret, tani nuk kemi ne, dhe në të pajtimit e gjasha e aplikojmë të tërzonë. Me përdor, i thëna me fut qeshtjen 3 fone. 3 fone mas në rëdhë. 3 fona me tërzonë. Bojmë pajtimin e dorën, e hop bukën, e pim kafet, e gjithë të pim. Po të kemi këtu, në pajtim, të kemi një tërzonë. Pak punë, të famosin, të jenë dakord, janë pak punë për gjithë prezent. Atëhere po është e sigurt, ku garantor në tërzonë. Të smone da me lutë që në bëngjak në tërzonë. Për dhe pjesa është në tërsu dhe është një institucion, nështë vesh mas për shqiptarë. Nga pjesa mes individve dheri ke beslimet e mdaj. Mes shfise, mes kantunët, u vendet e mdaja komtare morë, krahinore, apo beslimet. Në shtu ku vendet, a lidh një pjesë, a ma një vendrim. Dhe pjesa është e shtrirë një koncept shumë i gjanë, një fenomen shumë i gjanë, shumë i vërsuar nga shqiptarë, dhe efikas. Ka dhenë ndikimet e veta në shënimin e meditur. Faleminderit, zoti tjetër. Zoti Pjetër, ju keni shkruar në një nga librat tuaj, pra udhëve të misionit, që për misionin ke folë që kur ka filluar ky mision e deri tani dhe për te të falenderojmë. Dhe ti ku shkruan kanuni vlerë e pamohueshme. A mund të nxjerrësh më në pak anet e tij pozitive? Që besoj për kanunin ke mundësi me folë pa fund. Sigurisht, unë të teksova për kita si pak më para, vlerët e kanunit të pamohueshme të tij. Unë ala pak. Po, cilat janë vlerët e kanunit sot? Sot, ki kanon, nuk është kanon për poqyri, ki kanon do tjetë në sirtar e muzeut kombëtar. Për ta studuar, për ta hulumtuar, e tjera, sepse ka vlera të pashmueshme. Ka vlera folklorike, që mund studiohet vlera gjuhësore, ka vlera folklorike, thash, ka vlera historike, dhe është një thasar për të studiuar. Pikërisht tu thamun që nër vlera flas për sot. Vlera ki ka nuni. Ki tu të shpref në shqiptarët e muzeve. Dhe e kemi zërë në shqiptarët e muzeve. Po, shpresoj të jetë përkosisht,
Dhe atje ka ta falim, ta studiojmë, sepse ka vlera. Tani kanoni, përse ka vlera? Kanoni. Dhe këto vlera e përsëris kanë vlera studimore. Ne na ka shërbyer edhe për këtë periudhë si shtat në zgjidhje konfliktet e kemi përdor, por vlera ati është pikërisht këtu. Dhe ne do ta ngjem lajm. Ai do studiohet, edhe ai meriton studiohet. Edhe meriton studiohet pak edhe në mënyrë krijuese. Dhe për shembull kemi një njeri, një shkrimtar etik për kanonin, Paul Doshi. Ka shkruar shumë, edhe për mendimin tim ka shkruar ka shumë argumente. Që me kohë ka shkruar. Kam thot rezerva për të paragraf, për të kapitull, kam rezerva të një. Sepse që atëherë nuk kam po sigurisht që jeni ju një vetë shkrimtar, po ta marrë një libër sa do që jeni do të ke konsultuar ke po ke zërë librin, e ke mund pash. Shka për shasmeri. Por ai ka fëllë në libër racionale, edhe i ka evidentu 3-4 trajtime për cilat ai flet shumë. Edhe unë i referohem pak e kam studiu me shumë kujdes. I ka bo edhe këtë pjesën e grus, e vlasat kështu si që përmenda, po dhe shumë pjesë tjera. Edhe kanuni ka nevojë tani të studohet, të vlerësohet, dhe të ketë, të freskohet në citat. Për të të folgjerinë, veshmathja, veshit, e krahinave të mërditës. Ki kanun, ka dhira dhaja për malësit e Shqipërisë. Por do thënë një po pse, nga kanoni lektogagjinit, shpesherë nuk e sot i lektogagjinit, po sot kanoni mërditës. Ka i do me thanje. Shumë do me thanje, jo vetëm një. Ka i do me thanje se u mlonë kërësisht në trevat e mërditës. Që qohim në mërdit e mlonë, atyve prate, si me shtarë. Mlodhi, mërdit, të shë mërdit kemi di nacionë. Dhe se reduktojmë mërditën dhe soqme, me shfarë kuptojmë në mërditën atëherë, që jemi akoma largë. Mërdita asë kohë ka qenë duka gjinë, s'ka pas mërdit, s'ka pas mërtesa, mësë tukë. Ka qenë duka gjinë e vjetër. Duka gjinë, edhe si krahinat të mërditës sot që qëtë mërdit, duka gjinë. Edhe dhe nga trojmë nga herë, pas jemi duka gjinë, po duka gjinë tjemë. Ka duka gjinë edhe mërdit, edhe në rësh. Dhe, pse që u t'i mërditës? Për arsye tjetër, që me ndojnë, në kohën e autonomisë, mërditës, kanoni pat ekzekutivë. Asë i herë tjetër. Ai nuk kishte ekzekutivë, ekzekutivë kishte kretë, konvenin e pletë. Ekzekutonin vendimet e pletë. Tash, nërsa, nëse ishën 25 kretë të mërditës, po që tani këshë një bashkjatë, një komune, një bashkije, atëherë ishte mbledhja kretë në mërditës, në drejtimin e kapitanit. 24 burra ishin kretë në mërditës, u bate çdo mbledhje. Aty u bërshën vendime të rëndësishme, aty e ekzekutoshin vendime të rëndësishme, edhe kanunit, edhe të zbatimin kanunit, vendimin e plejshme, dhe për bajrashe, dhe për zona vishit tu. Dhe kapitani ishte tu, ato gjanat madhore. A e kishtë të drejtën e ti, po jo jashtë kuvenin, shumë gjana e kishtë kuvenin. Legislativi ishte, thash, mbledhja krenve, ekzekutivi po quj derdhe kapitan, me krenë. Dhe këtë pjesë nuk e të pas ka hinë të tjera. Prandaj, gjeti një zbatim më të plot të të mërdit. Në kohën e autonomisë e përses. Nuk e qeverisë më tjera. Zoti Pjetër, ju nga një titull që përmendet veç më nëzorët tek pyetja që unë dua të shtroj tani. Ju keni shkruar më herët dhe në librin që keni gati për botim, po shkruani Kundraj mbi gjakmarrjen, që na thua për këtë fenomen vllavrasjeje tek ne shqiptarët. Për gjakmarrjen i modhi Kadare ka thënë, ne shqiptarët jemi shumë të vënduar në luftën kundër tij, në çdo kënd e tij. Është një fenomen i vjetruar dhe tepër i vjetruar. Që zbatohet sot. Ka arsye.
Dhe është i qartë, e i saktë konstatimi i tij, Gjakmori këtu për ne shqiptarët. Flasë edhe për Kosovë, Maqedoni. Do është pak më në theksër shtetet shqiptarë të i. Por edhe për gjithë kombin shqiptarë, është një fenomen që s'du të ekzistuj. Që të regon munges kulture, munges shkallës të civilizimit, zhvillimit përgjithësi, një zhvillim jo, dhe të integru. Të ekzistuj sot në ditët tona fenomeni Gjakmonës atmërshme. Përse të ekzistuj? Shteti ligjor të dënoj kështëvarësën, që mas ligjive më të ashpra, dhe bile ligjin e Gjakmonës ne kemi shumë të ashpër të në Shqipëri. Bile me propozimin tonë, dhe pa të sankcionuar dhe parlamenti, si kush shkon e vetë me margjak, të do taksativisht një civilizacion. Që të tjere jo, për efekt procedura, shuishin vjetët, atë në pëndesa, atyra, jo. E me drejt, edhe ne argumentum kërë shumë cilis, edhe e mbilatoj parlamenti, e argumentum sepse patë para mendim. Andë që a i që para gjak kërë, që të qasit e bota e që në aksident, jo vrasje. Do dhe vrasje, por nuk ka vrasje pasë. Ka tek një njëri pas aksident. Incident, dhe i qënë vrasje të mi fort peda një vrasje. Dhe këtë Gjakmonit është në këtë periud, më nëjë se banë shumë sens për të një gjuhë dhe për të qenë kështu. Dhe gradualisht, ki fenomen ka arë duke u mbledhur, duke u normalizuar. Dhe shkallën në kamën e vrasjeve që ka, shkallë veni për që në Shqipëria, dhe dikun të 3-4% të vrasje për Gjakmoni, shumë pak. Jo më shumë. Se një farmyre e kanë lanë, një farmyre ka qapon, një farmyre medicine atjere e kanë lanë, asaj kohë, sa më kushmë më dhe punët, nuk ka vrasje, ka pak, një shumë. Vrasje për bëhe dhe i kemi për pronët. Veshmas dhe shqiptarë, në shtetësit e Shqipërisë, jemi mozamanë që jemi, në pekari kusit. Dhe jemi shumë keshme të sheshme. Nuk du të eksistoj. Tani, unë di dhe kesh dashin e shumë analistëve, disa analistëve, puhi, që e interpretojnë me kesh dashin, jo me realitet të sheshme. Dhe kanë shpesher, nëzitojnë, dhe thonë që kjo është fenomen shqiptar. Jo, as shqiptar, as Balkanës. Kjo është një fenomen global. Ka do që të lasha. Në kohën antikitetit të Greqisë, ka do Gjermanë. Bile ka do të Francë, Itali, kudo. Jenë bon këto. Edhe në rëndi shkëllë për nartë. Ka pas Gjakmori, po ka pas me i kosht. Drejtën e Gjakmori se ka pas shklavë, jo shkëllë për nartë. Faleminderit zoti Pjetër, sigurisht se neve kemi lexuar edhe librat tuaj ditë parë dhe në të tretit dhe gjithsesi, po. Zoti Gzim, të kërkoj ndjes vetëm në mund shtoj vetëm një pyetje zotit Pjetër. Po, derisa po. Do i bie shumë shkurt edhe i ftuari besoj që do e përmbledh si pyetje. Kë vlerëson në trojës shqiptare si figurë emblematike në këto 35 vite që është marrë me pajtimin e gjakëve? I marrë shumë të fuqishëm, shumë kontribus, kanë dhanë shumë figura në rriturat kombit shqiptar. E kanë dhanë në jo direkte në shtë, po kanë dhanë me mesazhe, kanë dhanë me vepra konkrete dhe janë shumë për të venquar, por sigurisht. Çfarë mund të
Anton Qeta. Faleminderit. Ndonë se Anton Qeta shfrytëzoj masinë dhe arriti të regjistroj popullin e Kosovës në kushtet të kësaj lufte, ne do të bashkohemi. Ne do të pajtohemi. Ne do të falim që shka tjetër. Për kundër fjalëve. Edhe duke bërë këtë, të bërim njërë me kushme, arriti, për shembull, thonë ne kemi 45 misionarë. Qa janë 45 misionarë për një shalk? Asë jo. Aje ktheu. Nga lëvizje popullore. Lëvizje gjithë popullore. Po lëvizje popullore. Aktivizoj student, aktivizoj vetës intelektual dhe e bën lëvizje bërë popullore. Dhe po të rezultate të shkëlqyra. Është rast i papërshtatshëm. Unikal. Që ka bën të Qeta, ndaj atij të kujt verita, po të shqiptarë sigurisht, po ati që pse e ndërmori, ai bashkë me shokët në shtash pa bashkëpunim me ekip Azerbaxhan, ai është i pari për këtë çështje. Ndërsa me figurët e punës shqiptare, unë lësoj shumë Lugovës. Lugova ishte një njeri në vizion. Një njeri paqësor. Një njeri që përdorte gjithmonë argumentin, mendën kuptimin për Kosovë, për pavarësinë e Kosovës. Po gjithmonë duke përdor forcë, duke përdor gjuhën e egër, po duke përdor argument. Dhe mbetet figura më emblematike e gjithë kombit shqiptar, mendoj unë. Rugova. Ismail Kadaren në fushën e letrave. Unë lësoj shumë të qosët. Lësoj shumë. Unë për vete lësoj shumë. Një akademik që si ke fjallën tokë. Lësoj shumë. Kam lësoj shumë atë dhe maqet. Jashtë zakonshëm bile. I burë me përmase. Në gjithë aspektet e... Edhe në Shqipëri, pastaj fatu papit për fishtën. Ne kemi një apat doshi, që shkru shumë pak historia për në. Është qytetari i parë që ka shkela me ligën, apat doshi. Është fishta i thotë mësuesin, fishtës, i apatit. Edhe kam studiuar si më shumë për këtë apatin, njëri shumë i madh, po s'ka fare se në kanal. Se është i pahullumtuar. Përveç figurave teorike, populli shqiptar ka pas figura. Që në kur të lashta, e deri më sot. Faleminderit zoti Pjetër që përmendet këto shëmbëtyra. Sigurisht se ne do të kemi rast që edhe në emisionet e tjera të ju ftojmë me që neve veç kemi në dorë librin tuaj të tretë i cili shumë afër është, pra është i përgatitur dhe kemi lexuar dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që nuk desha të dal edhe tek pajtimi i gjaçeve në Kosovë sepse i di mirë dhe jemi pjesë e tyre, prandaj por sigurisht se u bë mirë që zënia Prenda na kujtoi këtë element për t'i përmendur edhe disa shëmbëtyra të Kosovës me në krye të madhin Anton Qeta, që neve shumë e vlerësojmë. Sigurisht se do flasim në emisionet e tjera pas botimit të librit tuaj të tretë. Unë falenderoj nga zemra. Unë falenderoj edhe herë të tillë nga zemra, sepse e filluat me një vlerësim për mëditën, duhet nuk kam patriotike. Dhe në vlerësimin tim. Vlerësot edhe mua dhe unë nuk e di. Halo, nuk duhet besoj e i meritoj gjitha këto. Të thënë. Sigurisht se keni qenë i merituar, prandaj edhe ju kemi ftuar në këtë emision. Unë do ta ftoja zonja Prendën. Tashi me sa kujtoj, zonja Prenda ka shkruar edhe një recension për librin e zotit Pjetër Gjoka tek libri Udhëve të Misionit dhe ne ka të mundur ajo të na lexoj këtë recension që edhe ju edhe unë të bëjmë një pauzë të vogël. Faleminderit. Misionari
misionit të shenjtë. Nga Pietër Gjokt Marko, libri Udhëve të misionit. Gjëja më magjepse në këtë botë nuk është edhe gjëvëndi ku gjëndemi, por në që drejtim po lëvizim. Për të arritur portën e parajsës duhet të lundrojmë nga njëherë me erën e nga njëherë kundër saj. Për ama duhet të lundrojmë e jo të qëndrojmë të ankoruar, pati thënë Oliver Holmes. E nisë kështu pasi bie edhe me autorin e këtij libri që na vjen në kohë pandemie, për plot ide si gjithmonë ndaj vërtet nuk ka asgjë as të zakonshme, sa dëshira për qenë jashtëzakonshme. Teksa shpleton librin Udhëve të misionit, s'ka se si të mos bien në sy gjithë ato larmi temash interesante ku bëhet fjalë për Bajrakun, Gjenezën. Aty ku nisi udha e misionit, kanuni një vlerë pa kontestueshme për plasje mentaliteteve mbi gjakmarrjen, ngujimi i takonës së kaluarës, mirdita etnike dhe veçqeverisja, paluca ashti mençurisë së kashnjetit, ku nuk mungon etnosi kulturor dhe elementet e shumta të tij, batuta e tjerë. Në strukturën e rrëfimit historik në planin teorik e real, gjendet hapësirë e lirë brenda së cilës materializohet botë kuptimi historik. Pranohet mendimi se gjëra ekzistojnë përderisa flitet për to. Gjithashtu bindemi se të folurit rrëfimi historik nuk mjafton kurrë. Ky libër mund të konceptohet si një përruaj në ndeshëm dhe me rrjedhën e padukshme me rëndjenja të fshehta e njerëzisë e se që nxjerr ato në sipërfaqe. Të flasësh për Gjenezën dhe Bajrakun do të thotë të rikthehesh me shekuj i hulumtimeve, gojdanave, arkivave, faksimileve e të tjerë. Në këtë libër rrëfyes monografiko-historik, autori sjell në vëmendjen e lexuesit përbërjen e bajramëve të vetitës në mënyrë të detajuar. Prejardhjen e vjetër të tyre, lidhjen me bajraket e tjerë, fshatrat e piset brenda bajrakut, festa e përbashkët brenda bajrakut, shkruan për numrin e shtëpive apo familjen e njohur të palucës, flet për osullet apo zapitnamet, shpjegën luftrat që përjetuan ndër periudhat historike, por edhe figurat e kohës e lidhjet me pjesë tjera të mëdheut. Ngelet në historinë e Bajrakut, mbledhja e kuvendit të librit me 17 gusht 1904 tek kisha Shënmëhellit, ku morën vendime të rëndësishme, ku gjykojnë vrasje, djegje shtëpish e të tjerë, ku vllavrasja pas kësaj pati rënje të dukshme. Mbledhja e Besës me 1928 apo kuvendi tërthores së librit Qeo Gurmir, ku ndalimi dhe vllavrasjes por dhe shtrirja e dorës pajtimit gjetën mirë kuptimin e plot. Gjithashtu edhe gjeneza familjare e ardhur nga pashtriku i Gjakovës, Kosovë në shekullin 15 ka rëndësinë e vet, sa i përket udhës historisë së kësaj familje, ashtu si dhe shumë të tjerave të tashnjetit, Medicës, e jo vetëm. Kumendja e Pietër Gjokmarkut dhe Penati sjell madhështinë e gjenezës familjare, por edhe të Bajrakut ku përfaqëson në këtë libër. Pra, autori sjell të gjërë specifika, ai libri bëhet jo vetëm i larmishëm, por dhe i pakontestueshëm. Pikërisht brenda këtij fenomeni qëndron e magjishmja dhe ndjenja individuale, krijuar tek krijuesi, ku përmes mesazheve qëndron dhe problemi përgjithësues që i përcjell tek publiku i gjerë. Ajo botë e brendshme me tesar me dhe kthehet në potencial i bëhet vlerë, botën roi forcën e thellësinë e mendimit, ku ngelen unikale dhe vërteton historia. Duke kronikuar përmes tablos historike ndjeshmërinë e vendlindjes, pasqyrohen gjithashtu dy korniza, një realitet i plot, ama po i njëjta kohë. Sundimi i territoreve nga sulmues të huaj, por dhe bashkimi e qëndresa mjeditore nga anat pritën e lërsuan trojës së gjyqësore, vrojcione dhe veprimet paralelizuar, brenda konkretizuar me ndërthurje reale historike me vendimmarrje,
por dhe në luftën e sakrificën që Mirditën ta ruaj Safi, ashtu edhe siç ka ndodhur. I vetmi vend në Shqipëri i panënshtruar nga turku e mbrojtje tradit, por kanon, doke, besim dhe zakone. Kanuni, fjala e gjakmarrja, temat pikante që spikatin fort në librin Udhëve të Misionit. Ku në vendi të librit gjendet pesari i madh i të vërtetave, vënia në zbatim të kodit zakonor, fjalës thuhet popullet e bartur në shekuj, ku krahas veprave të shenjta të pajtimit përcjell njëkohësisht edhe mesazhe vitale që do t'ju shërbejnë brezave të sotëm, por dhe të ardhmes përmes cilave i shërbejnë brezave në rregullimin dhe mbarvajtjen e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Pietri është mjaft shkrenar dhe i lumtur, falenderon Zotin së pari që e pati këtë mundësi të ardhë për të qenë në shërbes njerëzisë. Pasi shembuj personal kanë qenë të shumë ndër dekada për Pietrin në misionin e tij të pajtimit, duke dhënë në zbatim këto sentenca popullore juridike, duke u bërë pjesë e fuqishme e këtij institucionin për ndalimin e mosmarrveshjeve e konflikteve të mundshme, faljes e pajtimit mes familjeve apiseve në emër të kanunit si ligji i maleve. Ama me vlerat larta për njerëzimin, i cili gjeti pajtim ndërkombëtar, sepse kanuni i lekës studiohet në shumë fakultete juridike në shtetet e ndryshme të Europës e Megjër. Kështu që Pietri e pajtimtarët e tjerë të këtij institucionit pajtimit me të drejtë, jo vetëm që ndihen mjaft krenar për misionin e shenjtë që kryejnë, por dhe për vlerat e pakontestueshme që mbahet në vetvete misioni me gjithat mori ligjesh të detajuara, por dhe rregullin që vën mes shoqërive. Ama, autori sjell shpirtin e tij artistik në udhëtimin e misionit, ku spikat rrjedhshmëria e komunikimit dhe mesazheve që përcjell për brezat e nesërmes dhe shtruan mendjen për botën që e rrethon. Për bibliotekat tona, pse jo? Dhe për bibliotekën kombëtare, autori sjell këtë krijim me pika të forta, plot vlera dhe merrësi interesante, pasi në këtë mënyrë përjetohen historitë. Në proporcion me diskursin personal, gjithë filozofia artit historik e simbolik na shoqëron me larmi temash, na shtyn brenda botës magjike, plot patriotizëm, me qëndër edhe dashurim, plot ndjenjë të atij shpirti të pasur ku i kushtohet njeriut këtu, në një cep bote, gjithnjë në kërkim të formulës por e të spikatur për zgjedhje. Për t'i shërbyer njeriut në ditë më të vështira, e i dedikohet eksplorimit të botës brendshme dhe ndërtimit refimit. Prandaj, ky libër meriton vlerësim, kjo minjere bukur për shpirtra njerëzor. Uroj të vijë sa më lehtëkëndshëm për lexuesin dhe kultivimin e këtij arti letrare historik për brezat e sotëm me të nesër, për ndërtimin e cilit ka meritë dhe stafi redaksional dhe veçanërisht redaktori i librit. Ky është libri, ndonse i është bërë promovim. Për këtë libër promovimet nuk kanë sosur. Ngjarjet historike janë reale, janë të vlefshme jo vetëm për brezat e sotëm, po do ju shërbejnë gjeneratave që vijnë. Unë vërtet edhe pas pak vitesh, 3 vite sa janë bërë, unë i them të lumt për këtë e të tjera që shkruan. Sigurisht urimit tuaj zënë brenda i bashkohemi edhe ne dhe shpresoj që edhe dëgjuesit tanë do të ndahen të kënaqur me këto çfarë na solli Zoti Pjetër. Edhe emisionit ton gradualisht po i vije edhe fundi dhe sigurisht se neve do t'japim edhe pak fjalën Zotit Pjetër, duke i përshëndetur edhe një herë nga studioja ime në Zvicër dhe studioja në Lezhë tek në zonja brenda Sejdia. Unë për Zotin Pjetër Gjoka do të kisha edhe një kërkesë. Zoti Pjetër, çfarë ka ngelur pa u thënë dhe çfarë do të dëshirojnë të shtonit për dëgjuesit dhe shikuesit tanë, cilat janë mesazhet tuaja për publikun, megjithëse ka edhe shumë çka për të thënë, po të flisnim edhe gjithë natën, sonte ne do ta përfundonim emisionin, por gjithsesi emisioneve tona u vje fundi. Faleminderit. Në një mision kaq të bukur. Faleminderit. Që ju moderoni një figurë të tillë. Dhe uroj me shumë zemër
e ke jetë gjatë dhe suksesën punë. Unë mos po shofsh se botuari, se krijuari, edhe e plot energji në shërbim të familjes tuaj, të kombit shqiptar. Do të përpiqemi. Faleminderit. Çfarë mesazhi dojtë na i dërgoni publikut të gjerë, pra si misionari i pajtimit të gjaqeve? Publikut të gjerë në drejtohem paqe, falje dhe paqe, pendes dhe falje, sepse jemi njerëz. Edhe kemi nevojë të falim edhe që ta falim. Zonja Prenda? Po ju? Unë vërtet e falenderoj që ishte sonte me ne, përcolli mesazhe mjaft të vlefshme. Pothuajse për mua ka bërë një dokumentar, ku i të thojnë, pavarësisht se ishte vërtet një temë që sa të shumë të zgjasë misioni nuk thuhen të gjitha, sepse si që tha dhe vetë, misionin e ka gjetën nga prindrit, pra nga babaj, nga gjyshi, e ka trashëguar ky gjatë gjithë këtyre viteve. Sipërmarrjet kanë qenë me bazë të gjerë, edhe me gjeografi po ashtu, pothuajse gati në gjithë kombin shqiptar, se unë e njoh mirë Pietrin dhe unë di shumë mirë se takimet i ka bërë në për Kosovë, se përmend qarkun e Lezhës, trevat e tjera të Shqipërisë, por besoj që herë tjera do ta kemi në studio, pas botimit që librit ti po i vje fundit tani gati për botim, dhe normalisht do të na flasi edhe për librin e ri, normalisht mbi këtë trajektore kaq të madhe, të cilën të flasësh për pajtimet është gjëja më shaj që njeriu mund të bëjë, dhe këtë gjë e ka bërë shumë mirë Pjetër Gjoka, që unë jam shumë falenderuese për gjithçka që shumë grasi edhe ne i bashkohemi uratave tuaja. Për gjithçka që ka përcjell, jo vetëm sonte, por gjithmonë. Është një njeri i mrekullueshëm, ashtu siç flitet në libra për të, siç flitet në vargje, siç flitet në rrugë, në tavolinat ndryshme. Unë besoj jam krenare që jam vërtet kam qenë me fat që unë e kam njohur Pjetër Gjokën, jo vetëm Pjetrin, por gjithë familjen e tij, që unë vërtet i kam shumë miq. I urojmë shumë shëndet, suksese, mbarësi. Sigurisht edhe ne kemi shumë respekt për zotin Pjetër Gjoka dhe për publikun e gjerë. Neve njihemi me zotin Pjetër Gjoka dhe kemi pirë kafe, jemi takuar edhe në Lezhë dhe në shumë vende tjera, dhe sigurisht se ky respekt është thelluar dhe mëtej, duke ja njoftë edhe mëtej për punën, veprimtarinë dhe biografinë e tij, që ne urojmë për shëndet dhe për aktivitetet e reja, që të mbyllet edhe kjo plagë ndër shqiptarë, të vedisohen shqiptarët për të vazhduar pastaj për të kaluar institucioneve shtetërore, që frenat t'i mbaj shtetin në duar dhe jo ne të jemi zgjedhës të problemeve. Pra ky mision sigurisht se urojmë që gjithnjë më pak të ketë punë, pra me këtë shtresë të shoqërisë, dhe të kemi sa më pak vllavrasjes, sa më pak krime, sa më pak ndodhi dhe ngjarje, dhe edhe ne shqiptarët të jemi ata që ecim krah Evropës edhe botës së civilizuar. Po lexojmë mesazhet. Faleminderit. Zoti Pjetër, shumë faleminderit që sonte ishe me ne. Jeni të nderuar. Respekt edhe nga ne. Nderim me respekt për ju. Vore si ide shkoza, mirëmbrëma për ju drejtues e radios Sibila TV, ju suksese ju dhe të ftuarit. Presim t'ju dëgjojmë me kënaqësi. Urime dhe ju dhe të ftuarit nderit me sukses emisioni mikja ime Zyra Ahmetaj. Mehmet Shala, urime suksese e respekt. Angelici Pango Manesi, suksese. Brenda Prendi. Sa i natë po vjen që nuk arrita ta ndjek këtë temë live. Jo vetëm për të respektue, ju si staf, por për të qenë pjesë e pyetjeve. Sigurisht se emisioni transmetohet edhe në Facebook, por do t'jetë edhe në YouTube, dhe do t'kenë mundësi edhe dëgjuesit tanë që ta ndjekin emisionin, dhe për këtë pa breng fare. Përzemërsisht jemi falenderues të gjithë miqve që kanë
përcjell mesazhet e tyre. Pjesëmarrës me pëlqime, Gusti, Dila Lazari, Zyra Ahmetaj, Gjergj Piti, Prena Prendi, Antonio Canaj, Besi Shkodra, Angelici Pangomanesi, Malko Zace, Mark Gjoka, Nduetetaj, Vali Luarasi, Valter Dauti, Gjon Kruja, Vjolca Karajshima, Petratano, Nikol Gjefroku, Mindregashi, Pjetër Vataj, Adriana Angji, Lumnie Thaçi Halili, Ndue Filipaj, Flora Shabi, Rial Jazi, Arben Kola, Ymrie Beqiri, Petro Titi, Qerim Osmani, Gjabia Flutra, Fatmir Buraziu, Agim Cani, Lida Bashllari. Sepse siç duket ka edhe pengesa pak edhe linja juaj atje në Lezhë, në A studion mund e të Lezhës. lexosh mesazhet e sotme apo? Unë kam pak të vështirë sepse jam në monitorim të 2 monitorëve këtu dhe sigurisht është pak tepër e vështirë. Do përcjellim këngën Vendi i dashur ku unë linda. Faleminderit. Miq të dashur, ne po përpiqemi të lexojmë edhe disa nga komentet tuaja. Prena Prendi, mirëmbrëma, urime për emisionin. Bore Shkoza Sejdia, mirëmbrëma për ju në studio, mirëmbrëma për ftuarin dhe dëgjuesit, urime për emisionin. Kumria Abdul Shala, ju përshëndes Sibilat e Veriut dhe mysafirin në studio. Fatmira Limani, përshëndetje, urime, suksese, respekt ju stafit të radios bashkë me të ftuarin. Majun Osmanaj, mirëmbrëma Radio Sibilat, urime moderatorëve Prenda Sejdia Gëzimajgere dhe mysafirëve të respektuar shkrimtarit Gjokaj. Ju falimderit miq të nderuar dhe uroj që të keni kaluar çaste të bukura me emisionin tonë. Një mbrëmje të bukur për ju sonte dhe ju falimderit që ishit pjesë dhe ndatë kohën me ne. Falimderit edhe për një. Po? Gjithashtu Fatmira Limani, Shpresa Zurnaci, Ndudër Bishi, Vajsava Branko në një tjetër postim kanë pëlqyer emisionin dhe i falenderojmë për prezencën e tyre. Faleminderit Zoti Gzim. Faleminderit edhe juve. E përshëndesim edhe një herë të ftuarin. Përshëndesim dhe ne dhe falenderojmë nga zemra. Të gjithë dëgjuesve, shikuesve, ju uroj një natë të qetë e një ditë të bukur nesër. Faleminderit që gjithmonë jeni me ne. Faleminderit shumë Zoti Gzim. Faleminderit, natën e mirë, natën e mirë.